Që nderuar, pas të blokut të lajmeve, tani është koha për bisedën në studio. Zonja Miri, mirë se veni në IFD. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Zonja Miri, po vazhdoni ju si LDK të këtë themi betejen në çështje themi më shumë ekonomike, ku kemi edhe me njësorët sot Visar Azemi, kolegu juaj i partisë e dorëzoi në polici dosjen me cilën ai e ka bërë themi një ulëmtim dhe e doli themi i pari me këto dyshimet se njësorët po masin gabim dhe tani çështja ka kaluar në nivel tjetër. Pse pushteti edhe a mendoni që do dalin këto dyshimet e juaja të vërteta nga pas hetimeve nga prokuroria, sepse ju e dini është themeluar edhe një komision nga Ministria e Tregtisë është të shqyrtu këto çështje. Çfarë po ndodh me njësorët në fakt? Ju cilat i keni informacionet e juaja? Për këto më mirë mundet sigurisht ka informata të plota. Po nisim se ishte temë e ditës, po nisim me qenë se është temë e ditës, e kemi përcjellur ne nga ana e LDK-s në përgjithësi. Sot kolegu jon Visar Azemi ka dhënë dëshminë dhe i ka pas gjithashtu edhe provat ose vërtetësitë shkrimore, pra të dokumentuara, provat për keqpërdorimin ose ndyshimet për keqpërdërim të matjes, tarifimit me anë të njësorëve elektrik. Urojmë që nuk do të mbetet edhe ky hetim si shumë tjera, pak si 2 tjera, me informatat që i ka mund që nuk është marrë shumë, nuk është implementu, si ta themi, në aktgjykim ose të mirë masa tjera. Urojmë që kjo me të vërtet, me qenë se e di si po bëhet edhe, si me thonë, peng, jo po është të punu edhe Ministria e Tregtisë, edhe mbrojtja për konsumatorin gjithashtu është e kyçur në këtë pjesë. Pra, ka paralelisht 2-3 iniciativa që janë të punu për njësor, uroj që këtë herë tjetë në vëmendjen e gjithë secilit, pushtet ose jo, edhe të reagohet. Kjo është e mira e kësaj here. Po, pse deputete kemi themi të bëjmë vetëm tek energjia me këtë qeveri ka probleme themi që janë ngrit vazhdimisht, jeni edhe ju që keni ngrit shumë çështje ka qysh vitin e kaluar për çështje energjisë, edhe të importit, edhe të gjitha këto. Pse te energjia ka shumë problematika? Po energjia është një ndër sektorët më profitabil edhe në tregti, po edhe po mendoj profitabil në kuptimin e qarkullimit, se sa mbetet e sa jepet kjo çështje e brendshme, po edhe është sektor që e dëmton shumë ekonominë e vendit, nëse nuk ecë siç duhet, e që e kemi pas rastin e këtyre viteve, kur vjen për me ngrit si pyetje, vetë se pyetje më ushtru, ngritja 4 e tarifave të energjisë elektrike për 5 vjet është shumë. Pra, është më shumë se alarm edhe dohet me citu jo veç prej njëve, po për secili deputat që është aty, në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Praktikisht për secili deputat. Pse po fshehet, jo pse po fshehet gjithashtu, se po fshihen edhe informatat, pse nuk po flitet, është çështje e agjendës partijake tëne, që nuk është në interes tonë sot më diskutu, mirë po kjo është nacionale, edhe është e rëndësisë veçantë, pra ja vlen në çdo kohë, në çdo moment më u tregu që çka është ndodhur me energji elektrike. Mos të kish pas Visar Azemi që të iniciativë dhe nuk e kishim kuptuar çfarë po ndodh me njësorë elektrike, mos të kishim po kaq të madhe, jo për çështjet tona personale, bartja e energjisë elektrike, asnjëherë nuk ishin rënë shpenzime. Për shembull, veç për 3 muaj shpenzimet e bartjes së energjisë elektrike në përgjithësi janë rropi 4 milion, 1 milion. Pse kjo ka ndodhur? Tash është çështje, është tjetër punë, pse ka ndodhur, ka mund me qenë puna e hetimit, që është konfirmuar edhe nga ana ndërkombëtare. Mirë, po është lajm i mirë, çfarë? Po, megjithatë, pikërisht për çështjen e energjisë, poti edhe javën e kaluar me një raportim zërreja, poti ta bënë në komisionin ku ju jeni aty. Edhe nuk erdhën as deputet e pushtetit, por as zërreja. Çka ndodhi? Cilat janë informacionet e juaja që jeni zëvendës kryetare e komisionit? Si zëvendës kryetare e Komisionit për Ekonomi kam nis iniciativën për me thirrë mbledhje të komisionit, gjithashtu edhe mbledhjen e zërrejës, edhe raportimin e zërrejës se nuk ka pas 3 javë mbledhje. Një javë ka shku para se me bë dekretin presidentja, para se me shpërbë Kuvendin, edhe 2 javë tjera kanë shku jo sot nesër. Këtë se nuk e ka thirrë kryetare e komisionit mbledhjen, prandaj edhe për rrethonat ku jemi, po edhe për një sinjal më shumë që komisioni mundet me u thirrë edhe me 4 vota, pavarësisht se ata nuk kanë ardhur si quorum,
unë jam konë e pa kompromis këtë pikë që kena me thirë komisionin dhe sot gjithashtu jam kritiku pe pushtetit pse kom thirë komisionin. Psa ka pas refuzime që ta thrasin komisionin nga pushtetit? Jo, si pas të në është kërku që unë më shku në konsultime kryetarja komisionit, pse s'kom shku në konsultime në zyre nuk kam se më shku, thirët mbledhja, ose e thirë mbledhjen, ose e thiri mbledhjen. Nëse se thiri mbledhjen, e thiri unë. Kjo është demokratike, po si zëvendës kryetare me 4 vota muj me thirë mbledhjen. Tash që s'kan ardhur ata në raportim është që s'kan ardhur dhe vetëvendosja me mbajt quorumin, me pas quorum është tjetër gjë. Tash ZRE-ja nuk ka pas mundësi me anë raportim se nuk është po quorum. E që këto e ka ndalu vetë deputetëve të vendosjes. A e ka ndalu, si kanë thënë, mos shkoni, sepse edhe... Jo, e ka ndalu si proces, jo që e ka ndalu me një vendim. Po kuptoj. Si kur në kuvend, si paraqitës, s'ka quorum. Po e kuptoj, por në komision ka pas raste shumë herë kur kanë ardhur në antarët e bordeve të ndryshme në komision, dhe është konstatu që nuk mund të mbahet për shkak se s'ka quorum. Pse nuk erdhën ZRE-ja fare në komision dhe ju pastaj me konstatu që falni, po jeni ardhur, faleminderit shumë, po nuk ka quorum me që pushteti nuk ka ardhur. Pse a keni informacion se u raportu pastaj nga media që kanë qenë edhe në grupin parlamentar të vetëvendosjes dhe ata si kanë lënë që të vinë në komision? Cilat janë informacionet e juja? Unë i kam informata që ata kanë qenë në objekt të kuvendit. Po tash proceduralisht që mora dhe regulorën e komisionit, që shkon procedura, se nuk mund të them që e kom ditë këtë marë, se nuk ka qenë çështje unë me mësu për shtëpis, për shembull, kjo mësohet në komision për ata edhe koordinatorë që ta tregojnë. Tash vlerësohet nëse ka quorum, pastaj thirret ZRE-ja. E jo vjen ZRE-ja dhe tani konstatohet se s'ka quorum. Kështu i shtrante, nuk i fajsaj pse nuk kanë në zyre. Tjetër është që komon informat që kanë qenë në zyre të vetëvendosjes. Edhe kjo tani është folë edhe në mbledhjet e komisionit që e ka thënë kështu edhe zoti Besnik Tahiri. Po fajen për mos raportim e kanë deputetët e vetëvendosjes e që si shaj e solidarizimit që nuk ka nevojë tjetë kështu se kjo është edhe ashtu kështu kusht edhe që duhet patjetër unë i thash sot e keni obligim kombëtar punën raportimit nuk është ndonjë privilegji që është tuar. Se pushteti i ka bu me mendu si puna kryeministrit që duhet me falendru ju unë që kom ardhë. Kjo është që menduni. Me thoni kryeministër që ju duni me falendru ju që kom ardhë. Pse me të falendru t'i gi për detyrë më ardhë. Nga ona e komisionit tash është para pa që në prill, se sa dhe kemi marrë dhe planin, që në prill më arë në ZRE në raportim, gjithashtu edhe planës të në u folë që e para, si pas mundësive më ardhë dhe e para në raportim se institucion ZRE-ja. Pra kjo po mbohet, po nuk po bëhet kur gjë pa beteja. Edhe gjithmonë po mendohet që është privilegj prania e një raportimi ose prania e tëne. Nuk o privilegj, është detyrë. Është obligim? Është obligim. Pra, kjo, pse vjen ZRE-ja në raportim, o dush me bë quorum, kjo është mirë edhe për ty. Tash një ditë për i ditëve, për inflacionit që e kena dhe rrogat e mdhaja, nështë ose të qenurit pushtet nuk është shumë privilegj. Se nuk ka gjithmonë për krejt. Pse s'po i bëjnë kërë? Mendoni që kanë diçka të themi për të shprehur, apo mund të zbulohet diçka nga raportimi që aty në të themi nuk ju konvenon? Tash, për shembull, ZRE-ja vetë informatat për veti nuk jep. Tash, 1-1 email mi dërgu nuk i ka dhonë për licencën e një tregtari, e ftesë nuk e ka dhonë informatën e kom dërgu në AIP. Por që ka informata më shef, më kohë, mësë me pasë me kishin dhonë ato informata.